krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët përsëllin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Lutim madhërisht të tij për Allahut në këtë ditë xhamaje të ban kabu namazin e xhamas. Lutim Allahun në këtë ditë xhamaje që të sëmurët tanë të i shëron, të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të aban në varët një kopsh nga kopshet e xhennetit. E lutim Allahun e madhnushëm që neve të na mbron nga borxhet e të na mbron nga shoqëria e keqe. Lutim Allahun xhamat që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke e thonë me zemër, me bindje, la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, amin. I dashur xhamat, në javën e kalume përmendëm disa pika, besoj se me kuptim plot dhe me vlerë në lidhje me përshëndetjen selamin. Prandaj, kjo përshëndetje përmendëm dhe themi gjithmonë se është përshëndetje dhe lutje vetëm për pjesëtarët e këtij dini. E që tash domethënia e kësaj fjale që themi ne selamu aleikum, nëse përkthimi i saj në gjuhën shqipe bukfalisht pothuajse është i pamundur. Nëse do të dojna me përkthi në gjuhën shqipe është i pamundur. Kur hapim fjalorin e gjuhës arabe, do shohim se kjo shprehje apo ky nocion selami ka më shumë se 1, 2, 3, 4, 5 e më tepër kuptime teje domethënëse. Një nga dietarët e gjuhës arabe Taufik Mufti në lidhje me domethënien e shprehjes selam numëron këto kuptime. Pra kur themi dikujt Esselamu aleikum, numëron këto kuptime: të jesh shëndosh e mirë, të jesh i padëmtuar, i sigurt, i dëlir, shembulltir, të jesh besnik, të dashurohesh, të jesh i përkushtuar në Zotin, shpëtim, mirëqenie e tjera. A e kuptuam xhamat çfarë do thotë dikujt kur e thua Esselamu aleikum? Pra është e pamundur në gjuhën shqipe krejt që to me marrë pra një përkthim adekuat, me formulu në fjali të tillë. Po deri diku ato përkthies që merren me këtë lëmi kanë thënë paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Mirë po, fjala Esselam përfshin edhe këto që i përmendëm me radhë më shumë se 2, 5 e kështu me radhë. Atëherë xhamat, cilat janë ato vlera akaidore apo të besimit që selamin si përshëndetje e bojnë të veçantë edhe e bojnë atraktive për ne si besimtar. Prej vlerave besimore më kryesore janë: e para, selami është reflektim i besimit stabil në Allahun e madhnushëm. Pra në kur themi Esselamu aleikum, është reflekton pra imani jot stabil në Allahun e madhnushëm. Fakti se përshëndetja selami është veçanti e muslimanëve dhe nuk i lejohet ti përshëndesim ata të cilët nuk janë musliman. Pastaj, pranimi i konceptit të selamit si përshëndetje është njëkohësisht pranim i besimit islam. Përderisa pranojmë na me plot bindje të përshëndesim dikë, kjo i bie xhamat se ne si besimtar e pranojmë konceptin islam që ka të bëjë me imanin. Përshëndetja që përdorim për arsye tjetër se Allahu nuk ka thonë se është përshëndetja prej tij më e mirë që mund të jetë, edhe as nuk mund të krahasohet as një përshëndetje tjetër me selamin. Kuptimi tjetër akaidor xhamat është: selami është lutje me ato të cilët na i drejtohemi atij. Është lutje me të cilët na i drejtohemi pra atij. Do thot përderisa filanin e kemi përballë, ne atij i çojmë pra selam.
Argumenti që e vërteton se selami ka karakter të lutjes, është rregulli ka ideologjik, se me këtë përshëndetje nuk lejohen të përshëndeten jo muslimanët. Pra kjo pun akide xhamat. Filani nuk është musliman, na nuk i thone selamu aleikum, u kri kjo pun akide edhe merr fund kjo. Pastaj selami bart urat të madhe dhe lutje që konsiston pra shpëtimin, që i bie shpëtimin, sigurin, paqen e tjera. Cilësi këto që Allahu i ka bën merit për ata të cilët besojnë pra në Zotin një. Kjo është merit e atyre besimtarëve, të e kenë sigurin, të e kenë shpëtimin në botën tjetër për ata të cilët besojnë në Zotin një. Argumenti kësaj xhamat se nuk lejohet pra të japim selam, që i bie edhe të lutimi në selam pra ti edhe lutesh, është argument nga praktika e Muhamedit a.s. I cili për shkak të mos besimit të axhës së tij Ebu Talibit nuk kishte bën lutje për ta. Muhamedi a.s. nuk ka bën lutje për ta, dhe neve është shumë e qartë se tani mo sti besimtar ti edhe mu e dina nuk në lejohet pra bëhet një përshëndetje e tillë. Pastaj xhamat, është mirë ta bëjmë edhe një krahasim. Le ta zojmë se përshëndetjet e karakterit njerëzor kanë karakter të lutjes për atë në që na i drejtohemi pra dikujt. Për shembull xhamat, nëse i themi dikujt mirëmëngjes, me këtë pra bashkëbiseduesit ton i urojmë pra një mëngjes të mirë. Ngjashëm me këto janë edhe lutjet, janë edhe uratat tjera, jo lutjet janë uratat tjera, për shembull mirëdita, mirëmbrama, mirupafshim, edhe tundjaqeta janë përshëndetje të karakterit njerëzor. Mirë po, cili është ai perimetri, ajo pika dalluese që karakterin e selamit që është si lutje ndaj besimtarit e ban të veçantë nga karakteri për mbledhës i lutjeve i uratave të përditshme që i kemi në jetën tonë. Është e para xhamat, si përgjigje se selami në lutje është i pakrahasueshëm me përshëndetje të tjera që i përdorim pra njerëzit. A thua pse xhamat? Se në selam kemi edhe lutje. Dhe ne kur përshëndetemi edhe përshëndetje, edhe lutjet njëjtë në kohë. E kush është ai përveç Allahut që ti edhe mu na garanton përshëndetin, na garanton mirësinë, paqen, rahatin e tjera kuptime që i përmendëm në fillim. Ndërkaq kur i themi na dikujt vetëm mirëdita, në rregull, nuk po e ndalojna, absolut nuk po e ndalojna, por po folim për mbledhjen që ka selami në krahasim me përshëndetje tjera të karakterit njerëzor që na i përdorim në jetën e tonë. Prandaj lutja jon, edhe përshëndetemi, edhe lutemi dhe i drejtohemi vetëm Zotit, vetëm ai pra mundet ne me na siguru gjitha këto begati. Prandaj xhamat, ne kemi edhe përshëndetje tjera që du t'i spjegojnë këtë rast. Për shembull fjala merhaba. Edhe kjo është një nga përshëndetjet dhe që ka kuptimin për shembull të mirëseardhjes, mirëpritjes. Me fjala merhaba do të thotë qetësi e rahati. Mirë po mos harrojmë se edhe kjo fjalë buron nga Kur'ani. Edhe kjo fjalë buron nga Kur'ani që ka kuptimin e rahabe. Dhe të na në popullin tonë xhamat e kemi si tradit pra kur jemi në kamp e përshëndetim njërin tjetrin. Pastaj kur ulemi i thojmë pra musafirit edhe ai neve na thot merhaba. Dhe për argument kemi se transmetohet nga Zoti Aisha
se Muhamedi a.s. bie së vetë Fatimës i ka thonë, merhaba o bija ime. Pra që i bie, mirë se keni arë, mirë se ju presim, me fjalë qera, ti ke arë në shtëpinë teme, dhe ti dush me ndje vetën rahat edhe mirë. Këtë kuptim pra e ka kjo shprehje. Pastaj, një fjalë tjetër që e kemi në fjalorin tonë, e që ka kuptim të mirë dhe ajo përdoret për çdo ditë. Zakonisht e përdorim xhamat fjalën në muhabet. Dhe ne si zakonisht e kuptojna se kjo shprehje ka të bëjë me bisedimin, me diskutimin në të folërit që i kemi përballë filanin, apo me një mexhlis, me një dhomë, s'po tham me një dhomë se më na ka humb, aja ne e na për dhoma, në shtin na për kafe, me një tavolin, ditra tavolina, edhe kemi na një muhabet. Nuk është për qëllim xhamat, ki nocion nuk bart më kuptimin e diskutimit, nuk bart kuptimin e të folërit që ne mendojna. Rënja e fjalës muhabet është nga fjala habbebe, që e ka kuptimin apo e dashëm. Edhe gjatë bisedimit, dëgjoj që mos sa interesante, e kemi këtë shprehje që e përdorim na dhe sa e lezetshme dhe e mira. Dhe gjatë bisedimit sjell kënaqësi, lumturi e qetësi që duam pra njënin tjetrin. Edhe kjo quhet pra muhabet. Edhe a ke pa ti kur shkon me një vend apo të vend të një musafir, kur dale apo para se me shku, i thu kemi pas muhabet mirë. Pra kjo ka kuptimin kemi pas muhabet mirë, kemi pas mirë kuptim, edhe na kemi ndje një farë një rpritje, një mikpritje, edhe një rahati shpirtërore që ja kemi dhonë pra njëri tjetrin. Kjo e ka kuptimin muhabet, edhe nuk ka të bëjë me diçka bised apo diskutim që përdoret ndoshta te populli ju. Vjen çudi xhamat përderisa ki dietar i shpjegon si përshëndetje selamin, e shpjegon si përshëndetje edhe këtë termin tjetër merhaba, edhe muhabet, a i ban një shkëputje, sepse njeriu i cili jeton në mirëqenje, jeton në bashkëpunim me njëri tjetrin, me mirë kuptim të ndërsjellë, me falje e me mëshirë me njëri me tjetrin, sikur neve ne sjell një hadith pejgamberit tonë alayhis salam, i cili thot jetos si të jetosh, por dije se ke për të vdekur. Selami përshëndetje e banorëve këto, në këtë tokë. Selami xhamat do të jetë përshëndetje e banorëve të xhennetit. Dhe ajo periudha mes kësaj jete edhe jetës tjetër të pafundme që nuk ka fillim e nuk ka mbarim asnjëherë, është ai procesi i quajtur vdekje xhamat. Ka përmend ki dietar dhe ka bën këtë shkëputje, sikur neve ne dëshiron pra që na ta kujtojmë edhe ai, edhe unë, edhe ti, për një ndarje nga anëtarët e familjeve tonë, një vdekje e papritër që mundet me ndodhë pra në shoqërinë tonë, një vdekje xhamat që i prish planet e jetës sonë. Sa plane në jetën tonë kemi për afat gjate, sa plane kemi afat shkurte e kështu me radhë, dhe ti ki bo shumë plane, këtë plane xhamat i prish pra vdekja jo. E kjo vdekje për neve dhe kujtimi i saj për besimtarin sjell pra pendim të sinqert tek Zoti për largimin nga mëkatet. Pastaj braktisja e mendjemallësisë dhe vetë pëlqimit. Njeriu kur e kujton pra vdekjen, çfarë ban e braktis mendjemallësinë dhe vetë pëlqimin. Sa mendjemall, sa i fort filani kish vdek. Ku shkoi fuqia e atij, kish vdek, pra ish në nështru xhamat më. Tamam ata po duhet me bart 4 vet, 5 vet me marr me qit në teneshir edhe me la.
Këtu shifet njeri kur e kujton e braktis me ndje madhsin, e braktis edhe vetë përqimin që mundën të me ndodhë ati. Me kujtimin e vdekjes, xhamat, shfrytëzimi i mirë i kohës e kështu me radhë. Gjibrili a.s. e frymëzoi Muhamedit a.s. kur i tha, jeto si të jetosh, por dije se ke për të vdekur. Jeto si të jetosh, por dije se ke për të vdekur. Njëherë një njeri e pat pjetur Hazreti Aishën, radiallahu anha, i tha, o nana jon, unë kam një sëmundje dhe kam ardhur të ti të kërkoj zgjidhje. E ka pjetur Hazreti Aisha këtë njeri, ka thonë, cila është e sëmundja jote? Ki njeri ju ka përgjigj Hazreti Aishës, ka thonë, ashpërsia e zemrës. Që ka thonë? Jam i vrajshët me njerëzit, i vrajshët në familje, i vrajshët me kujshin, i ashpër, pra nuk kam butësi, po mungon butësia. Kjo e ka kuptime ashpërsia e zemrës. Hazreti Aisha i ka thonë, sëmundja jote është një sëmundje shumë e rëndë. Po halli, i ka thonë Hazreti Aisha, thot, vizitoj të sëmurët, kushdo që ndjenë xhamat, kushdo që ndjenë ashpërsi në zemrën e ti, me i vizitu për atë sëmurët. I ka thonë përcil në një gjenaze, që është për ta përshëndet xhamat, për xhamatin tonë përgjithësi, kur kemi rast vdekje, një numër i vogël me arsyje largohen, pasi t'ja falim namazin e gjenazës, shkojnë në për shtëpitë e vetën. Të qerët pra shumica vinë deri te varët, kur ta varrosin pra të vdekurin. Kjo tamam një mirë kuptim, edhe një respekt ndaj të vdekurit, po të njëjtën kohë edhe një nder që ja bëjmë familjes që e ka të vdekje, edhe njerëzit rrinë deri sa të përfundohet. Kjo një shenjë mirë e xhamatit tonë pra që e kemi. Pra me i vizitu të sëmurët, me përcjell ndonjë xhenaze, dhe e fundit i ka thonë Hazreti Aisha këtij njeriut, kujtoje vazhdimisht vdekjen. Kujtoje vazhdimisht vdekjen xhamat. Nuk i bie izolimi dhe largimi nga begatitet mirat e Zotit që të ka dhënë të shumta. Nuk i bie, nuk e ka kuptimin kështu. Shka i të bon për kujtoj vdekjen, batal me bo krejt. Me pun, me kujshien, me vllavin, me krejt, shka o bon be hallijot. Unë po largohem nga gjitha këto të mira me arsjetim se unë kam me vdekë, nuk kanë rregull xhamat. Kujtimin vazhdimisht i vdekjes, besimtarit i jep vullnet, i jep dëshirë, e motivon për të bo punë të mira. Kjo e ka kuptimin. Hazreti Omeri, nga kujdesi që kishte për kujtimin e vdekjes, në nazën e tij kishte vendosur, kishte të shkruar kafa bil mauti wa'idha, vdekja mjafton pra për këshill. Frymëzimin që i bani Gjibrili a.s. Muhamedit a.s. jeto si të jetosh, nënkupton pra xhamat kështu. Jetën e kaluar me nënshtrim të plot ndaj Allahut. Jeto si të jetosh e ka kuptimin nënshtrimi plot ndaj Allahut dhe argjimi i jetës duke vepru punë të mira, sepse si do që të jetohet një ditë për atë gjithsesi do të vdesi. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, u a kam lënë di këshilltar, një që flet dhe një që hesht. Ja kam lënë di këshilltar, një që flet edhe një që hesht. Ai që flet është Kurani, e ai që hesht është pra vdekja. Prandaj i dashur xhamat, vdekja është shumë e ndërthurur, e ndërlidhur me jetën e kësaj bote. Sa që thuhet se njeriu lind për vdek dhe vdes për të filluar një jetë të pafundme. Njeriu lind për vdek dhe vdes për të filluar një jetë të pafundme. Zakonisht xhamat, varrezat i kemi brenda vend banimit na ku jetojnë këto. Dhe kur të kalosh aty,
do të shofish tamam një katun pranë vete. Një katun vete xhamat aty. Dhe ndalesh unë edhe ti. Atë sa kem rrit ti me majt men për filani kanë ndru jetë dhe nuk kanë mesin tonë. Po së të tjerët kur të kallëzojnë që janë më të vjetër se ti me vite në mosh, edhe ai ka me të kallëzu se edhe filani ka vdek. Tamam një katon ati që janë të vdekur dhe na që jemi pra të gjallë këtu. Edhe vetë vizita her pas here, pastaj varrimin që e bojna, ti se besimtar duhet ta shofish veten unë edhe ti dhe ta ndjejmë pra jo një lloj pesimizmi, po një lloj pendimi me pas unë edhe ti. Sa që vazhdon në hadith, pejgamberi jon alayhis salam kur thot, duaje këtë duash, një ditë do të ndahesh. Filanin shumë dua, po. Filanin shumë, antarën e familjes që nuk mund krahasohet sa mundesh me desh. Thot pejgamberi Allahut, duaje këtë duash, një ditë do të ndahesh. Dhe prot që të duash, një ditë do të japësh përgjegjësi për ta. Ki hadithi pejgamberit ton alayhis salam xhamat. A shumë me pesh, me ja kujtu unë vetës tije dhe se cilin që e duam në për me pa mirë e ma mirë në këtë dunjon. Prandaj, du të nxjerrim si përfundim nga java e kalume me këta që ndërlidhëm, në lidhje me selamin si përshëndetje. E para xhamat, si përfundim, vllazëria nuk fitohet as me para, e as me interes, e as me imponime. Vllazëria nuk mund fitohet me pare, e as me imponim, e as me pare. Por ajo është dhuratë e Zotit. Pastaj ka përmend ki dietar xhamat Jusuf Kardavi ka thonë kështu. Kjo vllazëri është dhuratë imanore dhe nuk ka besim kur nuk ka vllazëri. Nuk ka besim, jo në kuptimin ka dal prej feje, po nuk ka imanin e fort ati ku nuk ka vllaznillëk. Kjo është e qartë xhamat. Këto kemi arë në kejtë në xhami. Këto, elhamdulillah, me gjithë në nështrimin e plot i bimin se ishte Allah. Pastaj kur dalmi prej xhamie, këtu shifet a imani jonë xhamat. Këtu shifet a imani jonë. Me kushin, me vllavin, me të mahallës, me katunarin, me mikun, me krejt. Dhe kur thot ki dietar nuk ka iman ati ku nuk ka vllazëri, vallahi kjo duhet të jetë një mësim edhe për mu, edhe për ti, nëse vërtet dojna pra me pas atë iman që donë pra Muhamedi alayhis salam prej neve. E dyta, përshëndetja selami dëshmon për modestin e ti ndaj njënit tjetrin dhe si dhe tregon për pastërtin e zemrës nga inati e xhelozia. Pra në tjetit kur i dojna na selam, kur e përshëndesim, që ka pra kuptimin që ti t'jesh i padëmtum, që ti t'jesh shëndosh e mirë, që ti t'jesh i dashur e t'jesh besnik pra mes vete, to e largon inatin edhe xhelozin njëri me tjetrin. Pastaj, përshëndetja selami neve ne kujton hadithin e Muhamedit alayhis salam, që po e përsëris edhe një herë, jetosi të jetosh, por dije se këtë për vdekur. Duaje këtë duash, një ditë do të ndahesh, dhe prot që të duash, një ditë pra do të përgjigjesh. Prandaj, i them vetës dhe i them juve xhamat, i dashur xhamat, të japim selam me dashuri, e respekt, e mirë kuptim dhe krenari, dhe të vdesim si të tillë, xhamat, me vdek me dashuri, e me vdek me respekt njëri me tjetrin në burrë. E nuk kalon jeta filonit mi dhon blok. Këta trit e din çka mi dhon blok. Apo filoni s'u pija blok, po më rresh po ja bëj unë follov. E si ti jep unë follov, e dis dhe më thon se as po du me më përcjell, as po du me të përcjell. Kështu, në atë fjalorin e medjeve për jep.
e na nuk guxojnë kështu jetës mi dhonë xhamat këtë kuptim. Absolut, pra jeta jonë duhet të jetë me ata që e përmendëm javën e kaluar, me një dashuri të respekt të ndërsjellë, me një dashuri dhe mirë kuptim, e me falje, e me ndimes, me bashkëpunim njëri me tjetrin. Kjo e ka kuptimin. Po me vdek, po këtë mendim dhe me këto vepra të mira, dhe pastaj inshallah unë edhe ti, edhe tjetri me hinë në xhennet, e pastaj neve banorëve të xhenetit inshallah Allahu neve me na përshëndet pra me këtë selam që ja dojnë njëri tjetrit në këtë dunja, e mendoje ti e nesër për Allahu ka me të përshëndet me selam, sepse ti tjetrit ja ke dëshiru pra selamin këtë dunja, besimtarit ja ke dëshiru të mirën, besnikërinë, sinqeritetin dhe shumë morale të mira, dhe Zoti pra në kundër vlerë mu edhe ti inshallah ka për të më na dhënë xhennetin si shpërblim. E lutim Allahun e madhnueshëm xhamat që e mira, sjellja, moralet e mira gjithmonë për të jetë në shoqërinë tonë. Lutim Zotin Allahu të bën pra kabul këtë namaz xhumoe dhe çdo vepër të mirë që e bëjna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.